A i kosin tjetër, a se kam atje? E kosin të kam nga herë, ma ki marrë, ishtë kam thonë. Që i ka marrë këtë, i ka e garë E mua mi përputa një po, sënë e sforës. Aja bateria. Bona morë, që s'me të zorë, dhe më kam kohë më marrë klasikë, me marrë rullu. Po s'ke nevoj me po marrë me se i merë për i vite dhe i lësho prapë pastaj. Si merë me qera, po kupto, thjesht shtinë i lek. Po. Nuk ke nevoj me... Thjeshton lek njërë tjetër me më të re. dhënë gjitha për i herë. Shton pak lek. A e blen për herë të parë pastaj? Klasiket, Klasiket. për rullotën e kishit ju? Unë po them për makinën pra, po them për makinë. Makinë, jo marrë kisha për rullotë, për atë për kamper. Por kam për Gjermani vend, kështu da disa mirëmbajtje do kam për vendin. Ku s'është ajo merret edhe lejet aty në parking. Do mirëmbajtje, për shpime do mirëmbajtje. Pastrime, ujë, gjitha. Çdo gjë. Vetëm atë që... Po ti ku ti di, unë qa thua, ti kur do bredhesh ti në kamp? Ndimër? Kur bredh? Kur marrë sezoni do? Kur është sezoni jot? Qa periudhë është sezoni jot? Tani, kur dalë dhe ishtë ato. 2 muaj. Ku ka sezon shtatori është sezoni tamam. Shtatori është sezoni tamam. Ka evente e gjona, s'ka, nuk pushon një herë eventet. Jo, thot sezonin e... Verës. E verës, dasma të koncertet. Po dasma shtatori ke, po si që ka? Ka në shtator, Ka ngusht shumë. Gush është full, për shtatori është akoma më full. Në miletin shtator martohen. Jo, për shumë përsa i përket emigrantëve, ngusht bën dasma. E i ku dhe këtë dita, që u ba natë. Po e merë me qarame për kem për vendin. Po, Se do me e ble. Ma mirë t'bjen. Ka? Ua. Si është pa? Do më u të shmen një dita me morë një super lux, me një 300-400 euro dita, kënoqesh. Po qa, aji sportage, range sport, aji ka 250 euro ditën, range. Imagjino se shto dhe 100 euro tjera, po 200 të marrësh kamperin, di që shtitë kënaqësi ata. Pastaj, sa më shumë ditë, më pak pagun. Po s'ke përçku për kamping më shumë se sa 3 ditë, 4 ditë? Aq, 3 ditë janë të bukura. Nuk do shkosh për kampinga shumë, nuk është kampingu me... si te ferma VIP. A thonë, s'po flasë minim Shqipëri më burë. Po pra jashtë. Do me këshu jashtë, tani nga Europa. Po e merë për javët e kënaqesh. Llogarit që i ke një 2000 euro këshu qera minimumi dhe pastaj benzin pa fund. Po e mira që s'pagu për hotel. Shtëpi me rrota. Shtëpi me rrota, por nuk parko do të në rrugë me atë dhe të flesh gjumë. Jo më rënë, munësh. Do të shkosh në për vendet e caktume për kampingje. Sepse ka shkarkimin, ka furnizimin, ka karikimin, do të kesh dhe green cardën, se kanë në Europë është një green card për çdo për shkarkim, ujrave të zeza, ngarkimin e ujrave të bardha dhe elektricitetin. Se nuk ka... Ajo gjanën është generike e gjitha, ajo prodhon vetë, akumulon vetë. Sa e rrethën. Po ka, ose shko deri në Itali edhe në Itali e merr me qera. Po, në Europë. Edhe kjo, po. Edhe është super zgjidhje. Ka agjensi të tilla. Po prap ti e merr më lirë se ti e merr, domethënë ti do ta marrësh, ti do shkosh veti dytë apo jo? Po. Po veti dytë maksimumi me 3 krevate e keti aty, me 3 vende fjeti. Pra ka edhe nga ato që divani këndi hapet, edhe bëhet si krevat dopje, edhe ke më lirë ashtu. Ka pa kështu në për internet e burë. Në rrjetet sociale, TikTok e këto që dinin. I shisin këto rrulotat, nuk po them kamper, që është komplet, po vetëm rrulotën mrapa. Pa që ka një kuzhinë vogël, ka
kandin. Po kështu më kështu janë dhe ato që janë Që gjitur. i vetë makinës mrapa. Po edhe ai që Edhe ajo shkote nga 4 deri në 8.000 euro. me ble, Për sytë ballit. Po janë shumë të e lira. vjetra. Shumë e lirë, është e vjetër ajo. Ajo është 2000. Po qa po pra, 2000 nuk është e re, bur. 2000 është 25 vjet përpara. Është të marrësh për luksu. Po kur e merr me qera atë, S'po thëmë me mamë qëra, me ki ka din të mirë me ble. po mirë më. Okej, më okej, si dush. Jo, më jo, e kuptoj po. Është se si me marrë një kështu i varg e anije. Me pagu ditore. Vjen me që kapiten, ha? Si? Vjen anija me që kapiten, po. Edhe unë kësha do është ju i të vogël. e ti e sa në gjysë rrugës. Po që s'pyta ta. si janë, do që do pyta. Asë gjë. Po mi basta do gjë? Jo, rofsh. Po me e marrë, me e shfrydzu vetëm 2 herë në vit, se vle fare me vle. Fustanin me pika pika, zoti ma. Po ani nga Italia, ose nga Spanja, ose me shku në Spanjë, për shumë kënoqesh, ma. Po, Kënoqesh. në Barceloneta një herë është mrekullia vetë. A din ti ajo, tek ajo, do pja qash ajo, që është kështu e si në Dubai. Ajo do pja bu. Barceloneta të spjagja. është mrekulli. Plazhi kryesor i Barcelonës, po. është mrekulli. Po Kam qenë shkohet vetë. me makina të, si? Jo, që makinën e le, e le parkish largë, s'du të ecësh në kem. Aty janë me skateboard, me patina, me... Disa është atje plako, sa është ferma këtu e gjithë e gjere, ke vetëm spjallë, te, ke detin e, ku ka pallate atje kështu, aty qato atje. Janë largë pallate. Ne për shembull ne kemi të kundërt, ne kemi të kundërt, spjallën e kemi këtej, pallatin e kemi në det. Ndërsa ante është, spjallja është në det, pallatin e mrapa. Tek ai vend që kam qenë. Shko bukur atë. Mu njëherë shkova. Më ka pëlqyer shumë. Në Barcelona. Krye vepër. Edhe nuk maro kur si qytet, shumë i madh, është gjigant. E di që më kujtoj mua atë, se rrugicat që kishte atje, behar full plot me njerëz dhe çdo lokal kishte atë partin e vet. Me muzikë. Më ngjajti si në pedonalet të Shkodrës. Se Shkodra ka çdo 20 metra në behar, ke orkestra, ke grupe muzikore, ke gjitha fikse shumë ngjajti. Bënin aperitive të mira, të bukura. I ma gjonat përpara, gjithmonë. Po bra. Se si dihet. Jo me çantë tu. Po pra. Ma çantë përpara. Qunin kur shkum nuk deshte me lëviz fare nga sheshi aty nga pluma. Po të bezditshëm e bura, kuptoj. Bezditshëm janë se atje shkosh me të bardha vetëm kur shikosh. Prandaj pra shtakshëm pluma të vinin kokë, kështu se normalisht duhesh me ble ato. Unë isha me telefon. Drithra. Në telefon, po bev kështu, tof në ekran. Edhe janë shumë. Janë edhe në Duomo ka shumë, në Milano. Edhe atje ka, po jo sa atje. Unë prap deri tani me Venecien e me Vienën. Më ka pëlqyer edhe në Köln që kam shkuar. Venecia pastaj është. Në Köln më ka pëlqyer shumë, ajo pjesa e lumit. Po shumë e bukur. Praga. Ajo katedralja në Köln, plako. Qashe, në kështjel qashe. Vjen, ku? Në Köln, në Gjermani. Ajo plako nuk e di pse më myri një lloj frike më kur hyrë aty, po ish. Ta shikosh nga jashtë thua, po kur futesh brenda, e lartë. Se ti vizito këto kishat, gjona, si vizitoj. Jo, shkova në Köln dhe ishte pjesë, ishte monument, ose le të themi ishte ajo që të gjithë dyndeshin të hynin brenda atje. Të gjithë dyndeshin. Në gjitha i sojmë duken.
si kishat, si xhamiat. Me thënë drejtën nuk kisha kështu, po s'di. Pjesa që më pëlqeu më shumë ishte spjagja anë e lumit. Kanë vetë kanë periudhën kur e bën. Po, absolutisht. Po, kanë ato gdhendjet e gjitha. Absolutisht, po që... Sin ka shumë kështu edhe histori është. Kush kam shkuar tjetër? Po interesant si mor fjava jo, e Parisit, Notre Dame. Katedrale, çfarë? E është duke shumë mistike. Edhe çka kishin thënë duket, ky që ishte ashtu çka kishin bërë. A më duket që në arë e gjitha, apo ja? Ha? Kush? Ama kjo që u dojë. Ky që më duket kishin ngelur pa ashtu, nuk e mbaj mend. Po kështu gabime njerëzore, ku dëgjon se çfarë ishte, diçka e tillë. Aq sa u mor vesh ajo pylli, çaj thon asaj. Amazona, sa u mor vesh ajo. Pavarësisht shumë hipoteza janë hedhur. Meva, ç'është e fondash është? Ç'është e fondash? Leonardo DiCaprio milion. Ato në Kaliforni. Milion dollar. Jo, mor. Edhe ato në Kaliforni, edhe është e tmerrshme, po edhe un kam përjetuar atë të Australisë. Zjarri masiv në Australi që pa të marrë ato. Pa të shkuar atje? Jo, por komplet era, domethënë komplet atmosfera, domethënë i kaloi të gjitha rreth e zjarrit i kaloi anë nga Zelanda. Edhe ka qenë masdite, komplet qielli ka qenë portokalli. Portokalli, kështu zjarr. Si eklips, po. Tmerr. Në ngjyrën e zjarrit. Ngjyrën e zjarrit, po të. Edhe ishte tmerr komplet gjithë masdita, njerëzit do të tmerruan aty çfarë po ndodh, po imagjino se janë tmerruar ato në Australi. Po. Edhe këto për shumë shikonim lajmet që bënin foto të koalave që qanin. Ndërkohë ne u bote po, jo, okej, në rregull, gjinov, po ato ne tu djeg shtëpia to kishin hallin e koalave. Koala ka i problem që koala nuk lëviz. Nuk lëviz, fare, është një anduel. Koala ha. Një gaz. Koala ha kështu eukaliptus, a kuptoj, edhe bëhet tap me ata. Edhe rri gjithë kohës kështu, rrin nuk lëviz. Po çfarë thua ajo? Don 3 orë me gjithë. Janë kafshët më përtasa, ato shkonin i bënin foto koala, sa gjynafo, ai s'lëvizë, por ai s'do me ditë për jetën e vet. Për to. Po për të me jetu të. Vulkani në Etna është një ndër vulkanët më aktiv. Edhe ne në Etna jemi gati 120 kilometra. Isha unë ku isha në ta. Zifti, ato cifrat. E ke pa kur digjet një letër, ato vinin të neve. Aq larg 120 kilometra. Ato vinin sa e ka një aktivizim të tmerrshëm, e ka të shpesht. Shumë të shpesht e ka. Janë sa vite? Jo, 2 hera, 3 herë sa mund ta ketë brenda vitit. Çfarë të thon? Aktivizimin tije. E ka më shumë se një herë në vit. E ka aktivizimin e tij. Se ka kështu bum, sa të djegë. Po thjesht vlon. Është aktiv o vlla, është një ndër vulkan më aktiv. Në aty në Auckland kishim 2 nga parqet më të mëdha, ishin këtu nga që kanë qenë vulkane, komplet kratere poshtë. Po me ai vulkani madh basta. Që kishim marrë dhe një vulkan shpërtheu në një ishull aty edhe pa të vrarë 10 turistë. Vdiqen, sepse jo nga zjarri, nga shpërthimi, se normalisht ato vlojnë. Po ndodhi një moment që kishte shkaktuar një tërmet edhe një tronditje edhe gjithë gurët, gurët qa komplet, dhe në 10 turistë. Po në Tajland është, ku është ai vulkani që kur u bë ai para 2 vjetëve, nuk mbaj mend kur u bë, që është u hap. Tajland është ai ku është? Në Tajland, ku ishte? Në Filipinë, ku ishte diku? Në Indonezi. Nuk mbaj mend se ku ishte. U hap lavë të gjitha. Po? Lavë, damar lave. Edhe janë lloj njerëzish që e shikojnë këndvështrime të ndryshme. Dikush e shikonte, se shikoja shumë në Google, kështu kur dilnin këto lajmet. Shumica kishin ata që thoshin bukurinë natyrore. Për zotin, pastaj kishte edhe na komentues që thonë çfarë bukurie se po vdesin njerëz. Me bukuri sa të dush, po është masive, është gjë masive, që ti mund të shkosh aty lart
Për shumë, aty kishte guida, se aty 10 vulkane. Biles njeri radhë me parashut mos gaboj. Nuk e di kur ishte e pash që duke kalur bim ra brenda. Për zotje, e kupton ti të përjetosh vdekjen, bim. Pra dhe kështu më shku me pagu lek me u lodh, me hyt deri lart. Njerëzit janë të çmendur, ata kanë paguar për të futur person që me shku me gujt edhe me ec. Pa të qua as me makina, as me gjë fare, por me ec, me qenë gujt për ty. Ata kanë paguar sondat ato bomblat që janë, nuk e di se çfarë ishin, në ndezë të vogla. 2 milion euro, nuk e di sa kish paguar këta të pasurit që kishin hyrë në det, që kishte shpërthyer det aja. Ajo, Titaniku. Jo më jo. E di, Titaniku. Bravo. Jo Titaniku film. Jo, Titaniku. Kjo tani kishin paguar 2 milion euro vdekje. Ashtu dollar. Ku e përballojnë dot personin e detit ato në atë lloj thellësie. Aty ne ka plas mushkrit. Është bo ajo në ndecë ashtu. Po. Është myll komplet shtyp. Pse raport që provon në të ishit por? Po kam besu që do jetë diçka ndryshe kësaj radhe. Deti do ishte më i qetë për ato. Nuk e di më, nuk arritu ta konceptoj. E di se si u citua. E di se u citua që vdekja më është rënd që është paguar. Po. Me budalleu. Ka për qetë. Pra me dash me sfidu shkencën e natyrën, ka qenë ajo. Se tha njënin që jo bëhet. Ka. Jo për 2 milion euro, da. Po, as për një... Ditën e kam frikë shumë. Jo, frikë se kam. Ja, djetë ujë si besoj që. Që s'kam, s'mrojë. Ikë se në zrida. Semerandit, Semerandit, është se më shku. Po mirë shko një 3 në zrida. Ka thënë do të ta... Që do vishti pastar? Po, shkëtë gjonë, a me se po vi. Ja ti them edhe aty. A i ka përvu qarqafën. Po kthehem, dam dyshe, bashk me pranverën,